Jemi në fund të këtij muaji të shenjtë të Ramazanit dhe ne këtu mundohemi që t'ju japim atë emocione që po përjetojmë ne këtu në studio, që po kënaqemi duke kaluar kohë deri në iftar. Si quhesh? Muhamet Demiri. Sa vjeç je? 9. Shumë mirë, çka ke përgatitur ti sot për ne? Unë sot kam përgatitur historinë e Jusufit alayhis salam. Mashallah, mund ta fillosh? Historia e Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam e pa një ëndër, 11 yje, diellin dhe hënën duke përkulur në sejdë. Pastaj Jusufi i vogël i tregoi babait të tij Jakubit alayhis salam. Babai i tij i tha që të mos i tregoj vëllezërve të tij këtë ëndër, sepse djalli është një armik i hapur i njerëzve. Pastaj vëllezërit janë xhelozuar prej dashurisë së babait të tyre Jusufit alayhis salam. Pastaj njëri ndër vëllezërve tha që ta vrisnin Jusufin alayhis salam, kurse tjetri tha që të mos vrisnin Jusufin alayhis salam, por ta hedhin në një pos. Pastaj ranë dakord që ta hedhin në një pos, e morën leje babait të tyre dhe vëllezërit thanë: "A mundet Jusufi alayhis salam me ardhë me neve të luajmë në pyll dhe të argëtohemi?" Pastaj babai i tyre tha që nuk mundet Jusufi alayhis salam me ardhë me juve, sepse do e vjen një ujkë e ta haja atë. Pastaj vëllezërit kanë thënë që ne jemi një grup i fortë, nuk mundet ujku me na ngrënë neve, me ngrënë Jusufin alayhis salam. Pastaj i bindenin babait të tyre që ta lënë Jusufin alayhis salam të shkojnë me ta. Shkuan pranë pusit, ja morën këmishën, e lyen me gjak dhe pastaj e hodhën brenda pusit. Pastaj shkuan tek shtëpia në mbrëmje duke qarë dhe i thënë babait të tyre: "O babai ynë, e ka hangër Jusufin alayhis salam ujku." Dhe pastaj ja sollën këmishën e lyer me gjak. Pastaj babai i tyre i tha: "Kjo nuk është e vërtet. Qa thoni ju?" Pastaj Jusufi në pos kishte shumë frigë. Allahu ja shpalli që të mos kishte frigë. Erdhi një karavan prej Misrit Egjiptit dhe shkoi pranë pusit për të marrë ujë. E hodhi kovën brenda dhe Jusufi u kap për kove. U njët lartë dhe karavani gëzua që qenë ka një djale. Pastaj shkoi prapa tek Egjipti dhe e shiti Jusufin alayhis salam. Një burrë e bleu Jusufin alayhis salam dhe e çoi tek gruaja e tij dhe i tha që të sjellet mirë me këtë, sepse do të na shërbeje ose do ta birësojmë. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shokun. Si quhesh? Kenan Demiri. Sa vjeç je? 9. Në cilin mektep shkon? Mektepin e Pashës. Shumë mirë. Si e kalove Ramazanin? Shumë mirë. Bravo. Çka ke përgatitur ti sot për ne? Historinë e Jusufit. Mashallah, mund ta fillosh. Kur Jusufi alayhis salam arriti moshën e pjekurisë, gruaja e ministrit e futi në burg pa faj. Bashkë me Jusufin alayhis salam hynë edhe 2 djel mosha. Ato kishin parë ëndër dhe dëshironin kuptimin e tyre. Njëri kishte parë që po shtyhet verë me këmbë, ndërsa tjetri që po ushqente shpendet me bukë mbi kokë. Jusufi alayhis salam i thiri dhe i tha: "O shokët e mi të burgut, a është më mirë të kemi shumë zotëra të ndryshëm apo Allahu i vetëm?" Pastaj i tha: "Njëri do të shpërblej mbretin, ndërsa tjetri do të vritet." Pas sa vitesh ëndërshë edhe mbreti i Egjiptit. Ai kishte parë 7 lopë të majmet duke ngrënë 7 lopë të dobëta. 7 kallënj të gjelbër dhe 7 kallënj të thatë. Askush nuk dinte t'ja shpjegonte. Ai që kishte shpëtuar i tha: "Unë do ta tregoja, veç me dërgote Jusufi alayhis salam." Kur ja tregoi ëndrrën Jusufit alayhis salam, Jusufi alayhis salam tha: do të kemi 7 vite të bollshme dhe 7 vite të thata, prandaj ruani." Pas u dëshmuar se Jusufi alayhis salam është i akuzuar pa faj në burg, e liroi dhe e ngriti në pozitë të lartë. Jusufi alayhis salam u bë përgjegjës i depos. Në vitet e therrësisë erdhën vëllezërit e Jusufit alayhis salam në Egjipt për të marrë ushqim. Ai i njoh, por ata nuk e njohan. Kur
Kur e pa gjendjen e vëllezërve të tij se ishin shumë të varfër nga mëshira e Allahut, ja tregoi se kush ishte. Ato i kërkuan falje ndërsa Jusufi a.s. i tha: "Sot s'ka qërtim, Allahu do t'ju fal. Ai është i mëshirshëm i mëshiruesve." Ju tha që ta sillnin gjithë familjen e tij në Egjipt dhe u bashkuan pas një ndarjes shumë të gjatë. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Si quhesh? Amara Tivari, Sa vjet i ke? 7, Si po shkon muaji i Ramazanit? shumë mirë. Qa ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur surën Nas. Mashallah, mund t'ja fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Si quhesh? Unë quhem Rejena Slbegovic. Sa vjeç i ke? Unë kam 12 vjeç. Në cilin majtap shkan? Në xhamin e Pashës. Shumë mirë, si ka shkuar ky Ramazan për ty? Bukur. Deri tani. Ke agjëruar? Po. Qa ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur surën El-Fatihan. Mashallah, mund të fillosh. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mashallah, shumë bukur. Vazhdojmë me shokën. Si quhesh? Fuad Mavriq, Sa vjeç i ke, Fuad? 8, Në cilin majtap shkan? në xhamin Pashës. A mësoni shumë sura? Pa, Cilin e ke zgjedhë sot më na thoni edhe? Alif Lam Mim. Mashallah, këto janë ajetet e para të surës El-Bekara, apo? Pa. Bravo, mund të fillosh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalika kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mashallah, shumë bukur. Mua më kanë pëlqyer shumë këto fëmijë, besoj që edhe juve dhe ne tani do rikthehemi me grupin tjetër. Si të thava, jemi rikthyer edhe me grupin tjetër. Tani do të fillojmë me prezantimin e fëmijëve dhe do të shohim se çka kemi përgatitur për ne. Si quhesh? Umeira, Sa vjeç i ke? 5 vjeç. A mësoni ju gjëra të ndryshme në mejtap? Po, Shumë mirë. Unë tani do t'i pyes disa pyetje që ti në do të tregosh dhe do t'ja mësojmë së bashku shikuesve. Umeira, kush është Zoti yt? Allahu, Ku është Allahu? maja qimet. Pse na ka krijuar Allahu? Për ma adhuru veç atë. Cili është obligimi jonë më i rëndësishëm? Tauhidi. Cila është dëshmia e tauhidit, fjala? Ja la ilaha illallah. Cilat janë 3 llojt e tauhidit? Tauhidi rububiyya, tauhidi uluhiyya, tauhidi al-asma wa sifata. Shumë mirë. Tani do plotësoj hadithin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: cili do që dëshmon la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, I bazi arhi gjahnemit hara. cili është gjinahu më i madhi? Shirku. Çka është shirku? Për shembull ma adhuru një kët. Okej. Cili është profeti jonë? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ku ka lje profeti sallallahu alaihi wasallam? Meka. Sa vjeç i ka shpallja profetit sallallahu alaihi wasallam?
14. Cila është feja jonë? Islami. Sa shtylla i ka Islami dhe cilat janë ato? 5 shtylla. Cilat janë ato? Shahadeti, namazi, haxhimi, zakati, haxhi. Cila është shtylla më e rëndësishme e fesë? Namazi. Cila do jetë kënaqësia më e madhe në xhenet? Me pa Allahun. Kush është armiku yt i përbetuar? Shejtani. Ç'është grada e përsosmërisë në besimin ihsani? Me dhuru Allahun sikur mi pa par, na nuk e shohim, veç ai ne na shef. Mashallah, kush ti ka mësuar ty gjithë këtë gjëra rreth fesë islame? Nana. Bravo, i ke mësuar dhe në mektep? Pa. Shumë mirë, vazhdo me shokun. Si quhesh? Ansar Muhammed Beqiri. Sa vjeç je ke? 10. Çka ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur Muhammed Nebino me motrën ime. Mashallah, si quhesh? Unë quhem Isra Mollë Beqiri. Sa vjeç je ke? Unë i kam 12. Shumë mirë, mund ta filloni tash ilahin së bashku. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بفتل وماشي اشفع في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Mashallah, shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si quhesh? Unë quhem Faria Milla, Sa vjeç je ke? 13. Si po kalon me Ramazan? Shumë mirë. Ke agjëruar? Pa, Në cilin mektep shkan? te Xhamia Pashës. Çka ke përgatitur sot për ne? Surën Ikhlas. Mashallah, mund të fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, shumë bukur. Dhe tani këtë emision do ta mbarojmë, edhe unë do a them një sure me që dhon jam pjesë e këtij mektepi të Xhamisë së Pashës. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة